Pas disa saj përpjekje tani ai është duke te kaluar Xhirenin. Vazhdo kështu, babi. E mrekullueshme. Universi ynë 7 është më i sigurt tani. Mund t'ja dalim ban. Mos më thuaj që universi jon do të mposhtet. Xhireni në këto momente është në limitet e tij, ai nuk ka më fuqi. Kjo nuk ka për të ndodhur. Unë nuk do të humbas. Nuk mund të humbas kur. Fuqia është drejtësi dhe fuqia është absolute. Gjithçka është e pakuptim të pafitoren, po mposhtet do të thotë të humbasësh gjithçka. Njësoj si atëherë. Nuk do të përjetoj më atë ndjesi asnjëherë. Ja përse! Ja përse! Bashtu jetë mersh me energjie. Fuqia e Xhirenit po rritet akoma dhe më shumë. Po çfarë është duke ndodhur këtu? Energjia e Xhirenit është rritur në mënyrë të menjëhershme. Nuk duhet ishte rritur. Me sa duket rrethimi nga Kakaroti, bëri që ati t'i kujtoj trauma e madhe që ka ndodhur në të shkuarën. E po kjo duhet të ketë zgjuar energjitë e fshehura të Xhirenit me siguri. Jo, nuk është as pak e mirë.